ftuar radhës është një vajzë e bukur, e thjesht, e chiltër dhe influencere. Ajo është Emilia Bami. Emilia, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Atëherë ti je një influencer. Po. Unë dua të di se si nisi rrugtimi yt në rrjetet sociale. Filloi thjesht si hobi, duke postuar foto dhe video në Instagram. Pastaj filloi pjesa followersave që po më shtoheshin dita ditës, edhe nisi thjesht një hobi, asgjë serioze. Pastaj u kthye në një punë. Pastaj u kthye në një punë, filluan duke më shkruar marka dhe njerëz për reklama dhe e mora pak më seriozisht. Domethënë ti në fillim e ke nisur si një pasion. Po. Sa dëshirë ke ti që të postosh foto në rrjetet sociale, të jesh në qendër të vëmendjes, le të themi, se në momentin që ti je aktive në rrjetet sociale dhe krijohen këto followers, do të që ti je në qendër të vëmendjes. Sa e rëndësishme është për ty që të jesh në qendër të vëmendjes? Okej, është një dëshirë që e kam pasur dhe vazhdoj ta kem, por që jo t'jem dhe shumë fytyrë e njohur, po thjesht më pëlqen të ndaj jetën time të përditshme. Sa përqind të jetës tënde e shohin njerëzit në rrjetet sociale? Në rrjetet sociale mbase 60%. Mundojmë 40% e lën brapa. Vetëm pra të rrethin e ngushtë që të nje. Kur e kuptove që ti do të bëhesh e njohur? Kur filluan duke më shkruar për reklama dhe marka për bashkëpunime. Çfarë fshihet pas videove dhe postimeve të tua? Shumë punë, xhirime, kontakt me njerëz të njohur. Të njerëz të njohur. Të njohur. Kush janë ato njerëz të njohur? Okej, emra nuk do përmend, po që janë çuna apo vajza? Nga të dyja qenit. Po ka që bukur sa je ti, normale se do kesh kontakte edhe nga çunat e njohur. Sa kohë kushton për mbajtje çdo ditë? 4 deri në 6 orë. Punon vetëm për Instagramin, për rrjetet sociale? Për Instagram, po. Është goxha? Është goxha, po. Lodhesh? Është pak e lodhshme, por që jo në i lodhje, wow. Nëse se ti e ke me dëshirë dhe pasion. Nëse e ke me dëshirë, domethënë nuk është se të lodh. Cila gjëja që pëlqen më shumë nga puna që bën? Fotot? Nga puna që bëj. Më pëlqen pjesa më e preferuar, të bësh foto, të bësh video? Fotot më shumë. Të pëlqen më shumë foto? Sa fotogjenike je? Fotogjenike jam shumë, ndërsa për video jo dash, por që për foto shumë. Foto i bën post. Cila është poza jote e preferuar? Kam disa. Sa bukur. Atëherë unë doja të di, Emilia, se sa rëndësi kanë klikimet dhe ndjekësit në jetën e një influencerja? Klikimet kanë rëndësi, por që duhet të jenë real edhe të jenë sa të ndjekin, domethënë. Kupton? Jo vetëm klikime, numër followers është. Duhet ndjekës real. Po ti ke komente më shumë negative apo pozitive? Edhe negative dhe pozitive. Nga kush mendon se të vinë këto komentet negative? Komentet negative nga këta njerëz që s'na njohin nga afër. Ose nga njerëzit që të njohin nga afër, por të kanë zili dhe hapin Instagram fake, TikTok fake, që do të komentojnë ty dhe të prishin ditën. Dhe kjo shumë. Sa ta prishin ditën ty? Me thënë drejt, nuk është se i kushtoj shumë rëndësi, nuk më interesojnë fare, por që i lexoj dhe okay, e fus një qeshur, nuk është se më prish punë. Po që ka gjë e mirë të paktën se këto mundojnë që të ulin apo të mërzishin apo të prishin ditën për t'i qesh. Nuk më interesojnë fare komentet negative, fare. Kjo është super gjë, moj Emilia. Atëherë, a ke refuzuar ndonjëherë në një bashkëpunim dhe cili ka qenë ai? Kam refuzuar, më kanë bërë kërkesë për reklamimin e disa produkteve, por që nuk pranova pasi nuk më duke një markë ose një brand që mund të bashkëpunoja me të, se në moment që s'do i përdorja vetë, nuk kam si ta reklamoj. Do të thonë ti promovon vetëm gjëra që ti i përdor vetë, i përdor dhe shumë pëlqejnë dhe që janë të mira. Po. Se ka influencerë që i përdorin thjesht duke qenë se është punë, po, thjesht për të marrë. Po. Jo, unë nuk do e bëja këtë gjë. Nuk do ta bëja. Jo. Sa mirë, do me thënë ti je shumë transparente me publikun dhe me ndjekësit e tu. Deri tani po. Deri tani po. Më mbrapa nuk e di. Sa fiton për një reklam? Një reklam fillon nga 200 e lartë, po varet nga reklama. Si për shembull? Cila është reklama më e lartë? Më e larta që kam, nuk do them më të lartën,
Po që ka Atë qenë më- çmime më të të ulta. mira. Më e ulta ka qenë 200. Më e ulta. Ndërsa më e larta varet nga reklama dhe nga brendi. A i promovon këto bizneset e reja? Deri diku. Pse nuk i promovon? Po sepse duan një audiencë fikse, domethënë që në fillim edhe nuk është se jam marrë shumë me këto bizneset e reja. A ka ndikuar fama jote në shoqëri? Deri tani ja. E ke Deri pas tani, shoqërinë jo. mbështetëse? Shumë mbështetëse. Shumë. Tani ti poston në Instagram. Shumë. Poston edhe marka luksoze, vende luksoze, por sa reale janë këto? Çdo ditë e jote është që të kesh marka luksi, të shkosh në vende luksoze. Domethënë dua të di se sa luksoze je ti dhe e shtrenjtë, ashtu siç postojnë të gjithë influencerët në rrjetet sociale. Dhe sa i thjesht je, Jo çdo gjë çfarë shohim në rrjetet sociale është reale. Domethënë mbas asaj luksi që shfaqim në Instagram është komplet një jetë e thjeshtë, komplet një jetë ndryshe. Në Instagram mundohemi të nxjerrim thjesht atë pjesën e bukur, luks, por që në jetën reale nuk është dhe aq. E Është kupton diçka se- më e thjeshtë. e kupton, unë kam një mlef, le ta quajmë, për ju influencerët, edhe unë jam shumë e drejtë për drejtë. E kuptoni se çfarë i bëni ju gocave të reja? Okej. Qa fasadash janë këto rrjetet sociale? Ju Rrjetet nxjerrni sociale- veshje luksoze. Ju nxjerrni në përvendet luksoze. Ndërkohë që ka mira ndjekëse që u ndjekin dhe ndërrojnë jetën tuaj dhe ndjen keq me faktin se pse ju po e bëni këtë dhe këto nuk e kanë këtë mundësi të bëjnë x gjë apo të veshin x veshje që e vishni ju. Ndërkohë që ju thoni që okay, kjo është vetëm për Instagram, është puna ime, por është shumë e padrejta ma. Është goxha, Instagrami siç ka të mirat e veta, ka dhe të këqijat e veta, por që siç e thash nuk është jeta siç është në Instagram, është një jetë komplet ndryshe, komplet e thjeshtë për çdo person. Nuk mendoj që çdo person ka atë jetë luksoze sa që nxjerr në Instagram. Tani, a ke bler ndonjëherë followersa? Deri tani, jo. Deri tani. Deri tani. Më mbrapa më vonë, nuk i mbase. dihet, mbase. Po cila do jetë arsyeja që do blesh followersa? Ndoshta thjesht që tris pak atë numrin. Kod, për Thjesht fiksim, se kod, mendoj për më mirë të fiksim. kesh 100 vet, po ato ishin vet të jenë real. Tjenë real. Se të kesh 2000 edhe të jenë fake. Gjithsesi, a mendon se influencerat shqiptare blejnë followersa apo klikime? Tani unë mendoj që dhe blejnë, me thënë drejtën. Mendoj që dhe blejnë. 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 Kush nga influencerët mund blej? Tani ndonjë konkret nuk është se kam, po në përgjithësi influencerat në gjithë, se nuk besoj të kenë aq shumë ndjekës sa do të famshëm të jenë, qofse futesh te pjesa followersave te lista, nuk është se i Po. kanë të gjithë real, kupton? Edhe kuptoj që janë të blerë. Tani unë dua të di, e heqim të influencerën? E heqim. Të njohim pak ty personalisht, se me Patjetër. fasadat e Instagramit dhe rrjeteve sociale jemi lodh. Të njohim pak ty. Pyetja e parë që unë dua të njoh një person apo e kam në intervistë, pyetja e parë që i bëj është si është zemra jote? Nuk ka asnjë person. Nuk ka. Nuk ka. Deri tani nuk Deri ka. më tani. Po e dashuruar je, se okay, nuk mund të kesh një lidhje apo një person, po mbasi je dashuruar. Jo, ajo nuk është. Ke Ajo nuk ke është. diçka peng në zemrën tënde? Peng. E ke, ë? Deri diku. Deri diku, po nuk do të pyes çfarë, se mbase nuk do ta thuash, por që mirë do ishte ta thuash. Se un jam shumë kurioze. Peng. Po mbase Dikush dikush. Nëse do e kisha aq peng, Do e kisha arrit. Do e kisha arritur, por që ndoshta thjesht një fiksim i momentit, kupton? Mund të ketë qenë një fiksim i momentit. Fiksimit i momentit. Thjesht që mund të kem pas pëlqim për shembull për dikë, po që Si lindi ky pëlqimi? Me shikim të parë. me shikim të parë Ty, çfarë të tërheqësh më shumë tek një mashkull? tek një mashkull. Gjëja e parë që shoh tek një mashkull, me thënë drejtën, kur e shoh për herë të parë, janë dhëmbët. Dhëmbët direkt. Edhe nëse ka tatuazhe. Nëse ka tatuazhe, Di që e parë. direkt. Të pëlqejnë meshkujt me tatuazhe. Shumë. Po nga cili vend i Shqipërisë?
Preferoj veriun. Veriun. Ku nga veriu, se veriu është i madh. Qa krahina? Tani, Shkodra, Laçi, Mamursi, janë mirë. Fushkruja deri dikoj, jo të gjithë. Jo të gjithë. Po që Po njërin. Pikase njërin. kam 2. Ha. Fushkruj dhe Laç, më pëlqejnë shumë. Po respekti për të gjithë krahinat, realisht të gjithë çunat kanë vlerat të tyre, nuk se shumë vajza paragjykojnë se thonë dua verior. Shahen nga jugort, maksimum. Po është Jo, preferencë. dhe jugorët janë të mirë, por që thjesht mua nuk më tërheqin shumë, me thënë Ti drejtën. vetë nga jem origjinë. Unë më origjinë jam nga Fushkruja. Nëse po shkruajmë base? Fushkruja ty po kismet shohim. Kismet deri atëherë. E pas ke njonin nga fushkruja ti. Nejse, po qa pëlqen të fushkrujësit? Përveç thënë fakti që drejtën. janë burra, ama. Okej, din të mashtrojnë bukur. Aha. Janë shumë mashtruesa edhe më pëlqen. Të pëlqejnë që të mashtrojnë. Në ato fillime më pëlqejnë, pasi kur e marr vesh që më kanë mashtruar, jo. Ti thua që janë manipulues shumë të Edhe mirë. manipulues, po dhe mashtrues shumë. Mashtrojnë, no? Cila është Shumë. mashtrimi ma që ke marrë, ma qesharakli do i quaj? Po pjesa moshës. Po Do si e më do thënë- ti? Qa diferencë do të kesh? Po mos kem shumë vite diferencë me të base maksimumi një 5 vjeçar. Jo më shumë. 5 vjet. Po 5 mirë, vjet. 5 vjet është fiks. 5, më Mjafton shumë. mos jetë më i vogël. Jo, më i vogël jo. Më i vogël sa jo. jetë me rru. Nice. Tani unë dua të di a i zhgënjur ndonjëherë në jetë? Le të themi që po. Nga kush? Nga Nga dashuria? shoqëria. Nga shoqëria. Nga dashuria nuk është se kam pas ndonjë janë gjëra kalimtare, kupton? Nuk është se i kam dhënë ndonjë personi ndonjë rëndësi shumë të madhe që të jem zhgënjur ose të jem thyer, por që nga shoqëria. Nga shoqëria e ngushtë, domethënë. Pse çfarë bëri? Është ajo pjesa zilis, domethënë që Ami, zili kanë gjithë o zemra unë thash se mos ka bëna i gjesë me ndaj dashurin të atë. jo, deri tani jo, shqyr zotit. Deri tani, po mbaje motër se kanë ardhur kohë të këqija. Shpresoj mos më ndodhi se dal nga vetja pastaj. Çfarë bën ti? Nuk Kur e del di nga se vetja? çfarë arrit të bëj, po nuk më ka ndodhur deri tani. Nuk më ka ndodhur kjo Sa agresive je ti kur është diçka që të cënon? Me thënë drejtën jam shumë. Madje nëse më bëjnë keq, marr hak edhe mbas 3 muajsh, 6 muajsh, nuk harroj. Hakmarrse. Jam shumë, shumë fare. Shi. Po që duhet kesh, domethënë, duhet më prekësh në pikat e dopta ose Cilat janë pikat e tua të dopta? Po nëse më prek të një afërmi mos e tek gjërat e mia që Të përkasin vetëm ty. më përkasin vetëm mua, po. Po me meshkujt, sa hakmarrse je? Me meshkut, me thëmë drejtën, nuk është se merrem shumë. Nuk je hakmarrse? Ja. Je të rrethuar ndonjëherë? Kam dyshime që po. Janë me dyshimet e tua, po unë them tradhita, Dyshime. kesh marrë tradhti se ne femrat kemi dyshime për hiç asgjë ndonjëherë. Por që dhe Dyshime. intuita nuk na gënjen. Po, kjo është e vërtet. Dyshime kam, por që nuk është se s'kam arritur të kap diçka specifike, kupton? Diçka konkrete. Por që nuk mund të quhet tradhti nëse ti nuk ke fakte. Qofse dhe po, prova. qofse s'kam fakte. Thash, kam vetëm dyshime. Do ta kishe fal tradhtin? Tani, një pyetje shumë e bukur. Unë mendoj që gjithë tradhtojnë, me thënë drejtën. Nëse është një tradhti e momentit, mbas edhe po. Po që nëse është diçka tjetër, jo normalisht. Si e quan tradhtin e momentit? Që mos jetë një lidhje serioze, mund të jetë thjesht diçka kalimtare. me Edhe ti do ta shkurtër. falësh? Këtë mbase po, sepse thash, unë besoj që të gjithë tradhtojnë. Nuk ka person që nuk tradhton. Pse ti tradhton? Po flisë për gjininë mashkullore. Po të gjithë janë edhe femra, ti tradhton? Unë jo, deri tani jo. Se s'm dukesh pak tradhtar edhe ti.
Ja, nuk jam, deri tani ja. Pa le kush do ma mbështes këtë mendim mua. Presim komentet. Presim komentet, po, ke të drejtë. Dëgjoj, unë mendoj që e vetmja gjë e pafalshme Është tradhtia. është tradhtia. Le ti e momentit e pa momentit tradhti, vlla. Është tradhti, Po, shkove me ideja tjetrën, është tradhti, po si mund ta fal unë atë tradhti? Ideja është unë mendoj që të gjithë tradhtojnë siç ta Jo, e thashte, ke burrat shumë e martuar tradhtojnë. Po burrat e martuar tradhtojnë më shumë se çunat e lidhur. Kjo është e vërtetë. Tani Tradhtojnë ti jemi shumë. realiste. Po që meshkujt e sotëm nuk janë mësuar të rrinë vetëm me dikë dhe të kenë dikë stabël. Kupton? Mbajnë disa lidhje paralele. Mirë, ë? Super. Po qa mirë me. Qa mirë me. Po mirë, a kanë, ora janë të zotët. Të mbajnë edhe 500 lidhje të tjera, nuk është problem fare. Ama, në momentin që unë jam pro, jam dakord, deri në momentin që unë apo ndonjë vajzë tjetër që është e tradhtuar, nuk e merr vesh, le të vazhdoj ky me 200 lidhje njëkohësisht. Ama në momentin që unë e marr vesh të zhduket vetë kështu me të mirë. Jo, edhe unë kështu jam, unë nuk thash që në syt ati do e fal tradhin. Mund të marr vesh diçka, Edhe bën sikur se ke kuptuar. bëj sikur se kam kuptuar e vazhdoj e provokoj, kupton? Po që nëse e shon provokime, domethënë, nëse ai ka diçka I dridhet pak buza, atëherë merret Direkt. situata më seriozisht. direkt snuk. Tani, unë të pash disa tatuazhe ty. Po, Duam kam një tatuazh shpjegimin. këtu. Mund ta nxjerrësh pak dorën nga kamera? Nga e kemi. Këte, kështu. Pa. Ky është një tatuazh që kam vuluar diçka të vjetër. Çfarë? Ka qenë Një tatuazh emër. tjetër. Wow. Ua, çfarë na zbuloi? Ka qenë një tatuazh tjetër, por që nuk ka pas qenë punuar mirë, nuk më pëlqente një shumë. Një emër i papërpunuar mirë, Bravo, nuk më kishin punuar fare mirë, fare. edhe u pendove ti për atë emrin që ke shkruar? U pendova. Do ta Edhe- përsërisje për dikë tjetër? Jo. 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 Më është bërë mosim dhe jo. Për asnjë. Ti do me thëmë pas ke pasur një lidhje. Atëherë, nuk ka qenë thjesht nuk ka qenë lidhje, kupton? Kam pasur kontakt me dikë, po që thash, është ai pengu që qefi ta ka, po s'ta mban. Edhe ngelën gjërat pezull, kupton? Edhe ti shkrujtë emrin tatuazh. Nga fiksimi i madh dhe dashuria e madhe që mund të kem pas. Që sot nuk e quan dashuri, ti e quan ignorancë, Ka besoj. qenë shumë. Ka qenë një diçka e momenti, domethënë nuk është se e kisha menduar të bëja një tatuazh. Shkova për të bërë diçka tjetër, kupton, e bëri shoqja ime me emrin e të fejuarit, Ti ja e bëri të fejuarit ajo dhe unë shkova bëra me emrin e dikujt që Fiksimi. vetëm flisja. Kupton? sa Por që sa gjuna. ne shumë. Po ai numri aty te tatuazhi. Këtë e kam lidhur janë nga dita kur kam lindur unë deri ditën e ditëlindjes, dita ime e lindjes dhe dita e lindjes e dikujt tjetër. Domethënë janë bashkim ditësh. E dikujt tjetër, domethënë një E dikujt tjetër është, jo, nuk është më për këtë. Se disha fare. Jo, nuk është më për janë këtë. tokë. Është e një familjari. Sa bukur, nuk do të pyes më. Ke edhe një këmbë që është shumë sensual, Edhe këtë ke këmba e kam bërë. shumë bukur. Çfarë do me thënie kaj? Kjo është Avanti nonostante tutto, është në italisht edhe përkthehet përpara pavarësisht gjithçkaje. Tjetër ku ke? Kam edhe një këtu. Që është? Këtu është një luan dhe trupi një femre, domethënë kuptimi i saj është që forca femrës krahasohet me një tigër, me një luan, e ke parasysh? Sa tigër je ti? Tani nuk e di Nuk e di, në? Duhet Nuk e t'jetë di. dikush tjetër ta thotë që këtë. të ma thot, po. Tani, në fund të episodit, të intervistës, më falni, se jam trashit qik. Kemi pyetjet e shpejta që ti do të zgjedhësh për 3 sekonda. Okej. TikTok apo Instagram? TikTok. Fama apo para? Para. Çfarë do të bëje pas 5 vitesh? Do hapja një biznes timin. Mesazhi për të rinj që duan të bëjnë influencer. Shpejt. Shpejt. Provojeni. Bravo.
TikTok apo Instagram e the femërët, dashuria apo karrierë? Karrierë. Virale apo cilësi? Cilësi. Story apo reels? Story. Followers apo views? Views. Shqipëri apo jashtë? Shqipëri. Jetë private apo gjithçka publike? Jetë private. Bashkëpunime me marka apo me të ardhura nga platformat? Me marka. Komente pozitive apo kritika të sinqerta? Kritikat sinqerta. Foto apo video? Foto. Mëngjes apo natë? Natë. Tet apo mal? Të dyja. Të dyja? Të dyja. Jo të dyja, njërën. Det. Tet. Luks apo thjeshtësi? Thjeshtësi. Po më pak si ti ishta tash. E di unë që do ti. 1 milion followers apo 1 milion euro? 1 milion euro. Të jesh i famshëm apo i respektuar? I respektuar. Të bllokosh një hater apo ti përgjigjesh? Ti përgjigjem. Të bëhesh virale për diçka negative apo të mos bëhesh virale fare? Mos bëm virale fare. Influencer gjithjetën apo një profesion tjetër pas disa vitesh? Një profesion tjetër. Si për pas disa shembull? vitesh. Po, Infermiere, psikologe? kja infermiere. Të do shëroje? Të gjitha ato që ka nevojë? Të gjitha ata që ka nevojë, po. Kam një pyetje nga mendja ime e ndritur. Patjetër. Do doje të të duronte trëndafila apo diçka materiale të shtrenjtë? Me thënë drejtën, deri tani vetëm trëndafila kam marrë. Tani, Në fakt më pëlqejnë të dyja, po trëndafilat vyshkën me. po vyshkën e vërtet. Plus që janë konsumuar këto trëndafila tër kohës. Çfarë do doje? Po tani ndonjëherë mes nuk do ishte keq. Do doje një Hermes, a? Ose ndonjë gjë nga Diori. Cristiano Dior më pëlqen shumë si markë. Po ti e pas ke lartu zemra. Po tani Ti që ke shtrenjtë. Po mirë moj, ka që shtrenjtë sa që nge ti mendon se do të përballoj dikush? Po tani unë nuk mbaj shpresa tek ta, po një dhuratë nuk bëj gjë atë. Pra. Për një dhuratë. Është shumë e vërtet kjo. Tani kam disa pyetje të tjera, po që do përgjigjesh shpejt. Okej. Ke reklamuar ndonjë produkt që vërtet nuk do ta përdorje? Jo. A ka influencer që shtriren si të pasur në rrjetet sociale? Plot. Kush është më fake online se sa në rrjetin reale? Më fake. S'dua të përmend emra se sërsi kam dhënë shumë rëndësi ndonjë personazhi. A të ka shkruar ndonjë VIP për flirt? Disa Kush? këta të përputhen. Po ndonjë këngëtar, futbollist. Futbollista disa, por që unë nuk i njoh me thënë drejtën. Thjesht kam hyrë, i kam parë profilin dhe kam parë që janë futbollista, por që nuk i Ndonjë njoh. futbollisti kombëtares? Jo. Kombëtarës jo. Ke humbur ndonjë shoqëri për shkak të famës? Jo. A ke fshirë ndonjë postim sepse të është kthyer kundër? Jo. Cili është komenti më i keq që të kam bërë? Komenti më i keq. Më i keq. Që mund të kem marrë, mund të ke qenë për pjesën e ndërhyrjeve që mund të kem bërë. Çfarë ndërhyrjesh ke bërë? Kam bërë pak mollzat, hundën, buzët, botox. Jo, je natyrale. Dhe është natyrale jo, sepse duket pjesa buzëve më Po shumë. mirë moj. Po Por buzët që- prandaj i bëjmë për të dukur, se E vetmja gjë, e vetmja gjë do të thënë që më kanë të komente bezdis ky koment. negative. Me thënë drejtën jo, sepse mua më pëlqejnë. Kështu që po më pëlqeu vetë, nuk është se jap shumë rëndësi këtyre komenteve të këtyre. A ke bërë ndonjëherë ndonjë gjë vetëm për të bërë virale? Jo, sepse kam pas frikë mos bëhem meme ose ndonjë gjë. A ka Kështu që jo. xhelozi mes influencerëve shqiptar? Se di. Cili influencer të duket më i mbi vlerësuar?
Hati ndoshta. Çfarë nuk do të bëje kur dhe për 100.000 euro? Nuk do dilja në një intervistë dhe do flisja për dikë tjetër duke e sharë ose duke e parashikuar, pa e njohur dhe pa lejen e atij ose asaj. Ke pasur ndonjëherë lidhje që e ke mbajtur të fshet? Lidhje që e kam mbajtur të fshet? Jo. Që mos e ke ditas shoqëria? Jo. S'ka Direkt shans. me të parën, Shoqe. direkt. A do sakrifikoj privatësinë për 1 milion followers? Po, Po, duhen ato tani, si influencer Duhen. filloj. duan. Cili është artisti shqiptar që pëlqen më shumë? Nuk është se kam ndonjë të preferuar. Këngëtar. Këngëtar, Finemi. Të pëlqen Finemi është shumë i mirë. Nga si është i mirë? Dhe në pamjen e jashtme është shumë i mirë. Shumë i mirë. Sa të Super pëlqen më yll. shumë tek Finemi? Po, nuk e di, ai është i mirë komplet. Në çdo lloj aspekti është i mirë. Do e krijoje ndonjë lidhje me Finemin? Pavarësisht se jemi jashtë lartë sa për Po Finemin. jo, po se si e shikon Finemin ti tani? Për një kafe, për 2 kafe. Jo. Thjesht Finemin e shoh si një këngëtar që më pëlqen, për asgjë më shumë, domethënë. Edhe sikur nuk është mundësia. Ti më pëlqen se je shumë reale. Nuk jam as lart sa Finemi. Atëherë, Emilia, çfarë vibe të dha emisioni Vibe? Një vibe shumë të këndshëm, pëlqeu shumë. Ishte shumë bukur, një eksperiencë ndryshe. Të falenderoj edhe unë kisha kënaqësinë që të kisha në studio, një vajzë kaq të bukur, të qeshur, të çiltur. Do të jesh gjithmonë në mirëpritur dhe të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.